Një dron rus I përdorur në sulmet ajrore gjatë natës ndaj Ukrainës u rrëzua mbi një pallat banimi në qytetin rumun të Galatit, duke shkaktuar panik, 2 të plagosur lehtë dhe reagime të forta nga NATO dhe Bashkimi Evropian. Ngjarja ndodhi në lindje të Rumanisë pranë kufirit me Moldavinë dhe Ukrainën në një zonë strategjike pranë lumit Danub. Sipas autoriteteve rumune, droni u identifikua nga radarët ushtarak teksa hynte në hapësirën ajrore të vendit përpara se të përplasej me çatinë e një ndërtese shumëkatëse. Përplasja shkaktoi zjarr në pallat, ndërsa 2 policë, zjarrfikësit dhe ekipit e emergjencës mbërritën menjëherë në vendngjarje. 2 persona mbetën të plagosur lehtë, ndërsa disa familje u evakuuan për arsye sigurie. Ministria rumune e mbrojtjes bëri të ditur se situata u monitorua në kohë reale dhe si mas e reagimi ushtria ngriti në ajër 2 avion luftarak F-16 dhe një helikopter ushtarak për të kontrolluar hapësirën ajrore dhe për të ndërhyrë ndaj çdo objektivi të dyshimt. Autoritetet dërguan gjithashtu mesazh alarmi për banorët në zona të rrezikuara. Incidenti ka ngritur shqetësime serioze për sigurinë e vendeve anëtare të NATO-s, në një kohë kur Rusia ka intensifikuar sulmet me raketa dhe drone ndaj qytetarëve dhe infrastrukturës energjetike të Ukrainës. Sekretari I përgjithshëm I OKB-s Antonio Guterres paralajmëroi në Këshillin e Sigurimit se përshkallëzimi I konfliktit mund të sjellë pasoja të paparashikueshme dhe bëri thirrje për ulje të menjëhershme të tensioneve dhe armëpushim pa kushte. Edhe Bashkimi Evropian reagoi ashpër ndaj incidentit. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas e cilësoi rrëzimin e dronit si një shkelje të qartë dhe serioze të sovranitetit rumun dhe hapësirës ajrore europiane. Ajo zhvilloi menjëherë bisedë me ministren e jashtme të Rumanisë, Oana Toiu, duke shprehur solidaritetin e plotë të BE-s me Bukureshtin. Ndërkohë, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen deklaroi se Rusia ka kaluar një tjetër vit të kuqe dhe paralajmëroi se Brukseli po përgatit paketën e 21 të sanksioneve kundër Moskës. Rusia ka shkelur një tjetër vit të kuqe, Bashkimi Evropian po forcon sigurinë dhe masat parandaluese, veçanërisht në kufirin lindor. Edhe NATO dënoi ashpër incidentin. Zëdhënësi I aleancës Alison Hart e cilësoi ngjarjen si të papërgjeshmëri të Moskës dhe deklaroi se NATO do të vazhdojë të forcojë mbrojtjen kundër kërcënimeve ajrore dhe sulmeve me drone. Sipas saj, sekretari I përgjithshëm I NATO-s Mark Rutte është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet rumune për të ndjekur zhvillimet. Ndërkohë, Rumania ka thirrur për sqarim me ambasadorin rus në Bukuresht, ndërsa presidenti rumun Nicosur Dan kërkoi mbledhje urgjente të Këshillit Suprem të Mbrojtjes. Autoritetet rumune insistojnë se situata aktualisht mbetet nën kontroll, por tensionet në rajon vijojnë të rriten.